Moneda evropiane ka vijuar të dobësohet përballë lekut shqiptar, sipas Bankës së Shqipërisë, në kursin e këmbimit 1 euro po këmbehet me 95 lekë, niveli më i ulët i regjistruar ndonjëherë, ndërkohë që edhe në tregjet ndërkombëtare euro ka pësuar dobësinë përballë dollarit amerikan. Ky i fundit është mbiçmuar ndjeshëm që pas përshkallëzimit të konfliktit SBA-Izrael kundër Iranit. Tensioni në lindjen e mesme ka bërë që një pjesë e investitorëve të orienton drejt të titujve të borxhit dhe instrumentave financiar në dollar. Kjo ka sjell rritje kërkesës për monedën amerikane, e cila po forcohet në raport me shumë valuta të tjera. Këto ndryshime janë reflektuar edhe në tregun vendas, ku dollari amerikan po këmbehet aktualisht për 83 lekë, duke rifituar gati 1 pikë në raport me lekun brenda një jave. Një tjetër faktor që ka dhënë efekte në mbledhërsimin e lekut, sipas agjentëve, është edhe oferta e lartë e euros gjatë muajve të parë të këtij viti, që është ndikuar nga eksportet e energjisë elektrike të kryer nga korporata elektroenergjetike shqiptare për shkak të kushteve të favorshme hidrike. Zhvlerësimi i euros sipas institucioneve është ndikuar edhe nga hyrjet e larta valutore, nga turizmi, remitancat dhe investimet e huaja. Kjo situatë, sipas Bankës së Shqipërisë, ka ndikuar pozitivisht në mbajtjen e inflacionit në kontroll, edhe pse s'ka pasur ulje të çmimeve. Agjentët e tregut valutor parashikojnë që moneda europiane do të vijojë të qëndrojë e dobët përballë lekut, pasi tashmë pritet shtim i turistëve të huaj, ndërsa tregu vazhdon të karakterizohet nga një gjendje e bollshme e valutës dhe kërkesa për të është e dobët.